Kancelia e Partisë Socialiste kryeministri Edi Rama ka komentuar për median italiane Corriere della Sera rezultatin e zgjedhjeve të fundit ku Partia Socialiste ka siguruar një mandat të katërt radhazi në qeveri. Gazeta italiane thekson se Partia Socialiste ruajti mbështetjen në qendër-jug të vendit dhe shënoi rritje në veri, duke konsideruar rezultatin një konfirmim të linjës së ndjekur nga qeveria. Në intervistë Rama thotë se fitoria ishte e pritshme, duke theksuar punën në terren dhe përfshirjen e brezit të ri dhe grave në listat zgjedhore. Sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur tek kjo fitore, duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tan, duke i besuar dhe duke u fokusuar në rinovimin e brezave në listat tona të kandidatëve. Më tej Rama ndalet dhe tek vota e diasporës, të cilën e cilëson si një shenjë besimi për drejtimin që ka ndjekur Shqipëria. Ata që jetojnë jashtë vendit kanë një vizion më të gjerë dhe më kërkues. Nuk votojnë nga nostalgjia, po për shkak të vlerësimit të situatës. Është një vot besimi nga ata që u larguan nga vendi, por nuk janë larguar nga Shqipëria. Kryeministri përmendi si synim të mandatit të ri përfundimin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian deri në 2027, forcimin e sundimit të ligjit, mbështetjen për familjen dhe modernizimin e mëtejshëm të vendit. Qëllimi ynë është që të përfundojë negociatat e pranimit deri në vitin 2027, ndërkohë të vazhdojmë të modernizojmë vendin duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë. Në përfundim ai mori dhe një mesazh urimi nga kryeministria italiane Giorgia Meloni, e cila në komunikimin e saj është drejtuar me fjalët nga motra për vllajin.